Në një shtet demokratik në punë si civil duhet të jenë të paanshëm, por punësimet politike po minojnë besimin për administratën publike. Vëzhguesit ndërkombëtar dhe vendor ngriten shqetësimin e përdorimit të administratës nga partia në pushtet, duke krijuar avantazh të padrejtë. Një denoncim në Sinjalizo hedh dyshime për përzgjedhje të paligjshme të një aplikanteje në një post publik, që është pjesë e strukturave të Partisë Socialiste. Blerta Çali është emër i njohur në strukturat e PS-s. Në 2023, Çali është zgjedhur kryetare e njësisë Ndroq, një vit më pas antare e Kongresit të Partisë Socialiste. Në janar 2025, Çali aplikoi për ngritje në detyrë për përgjegjëse në sektorin e edukimit mjedisor, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Denoncuesi kanë kimuar procedurën dhe ndaj Çalit ka nisur një hetim administrativ. Në seancë dëgjimore, Çali ka deklaruar se është dorëhequr nga Partia Socialiste. Pavarësisht pretendimeve për distancim nga aktiviteti politik në korrik 2024, në tetor, Blerta Çali është fotografuar në takime partijake të PS-s. Departamenti i Administratës Publike dhe Ministria e Turizmit thonë se Çali nuk është antar e ndonjë partie dhe pjesëmarrja në aktivitete politike ka qenë jashtë orarit të punës. Mosdhënia e dokumenteve të dorëheqjes së zonjës Çali dhe heshtja e Partisë Socialiste ngre dyshime mbi ligjshmërinë e një procesi të përzgjedhjes së saj në postin publik. Raste si Blerta Çali të ngren dyshime mbi funksionimin e institucioneve publike, ku në punësit civil janë kthyer në simpatizant të partisë. Fakti që një punonjëse me angazhim aktiv në Partinë Socialiste emërohet në një post shtetëror tregon paligjshmëri dhe kapje të administratës nga politika.